Maqedonia e Veriut mbetet vend pjesërisht i lirë për sa i përket lirive civile dhe të drejtave politike, sipas raportit të fundit të Freedom House, liria në botë për vitin 2025. Raporti e rendit Maqedoninë me 67 pikë nga 100 totalet. Të drejtat politike vlerësohen me një indeks për 28 nga 40 të mundshmet, ndërsa liri civile me 39 nga 60 pikë. Ky vlerësim mbetet i pandryshuar krahasuar me vitin paraprak, duke reflektuar një stagnim në zhvillimin demokratik të vendit. Raporti thotë se vendi vazhdon të luftojë me korrupsionin, se mediat dhe shoqëria civile marrin pjesë në një diskurs publik të gjallë, por gazetarët dhe aktivistët përballen me presion dhe kërcënime. Po ashtu përmendet se sistemi politik karakterizohet nga koalicione të paqëndrueshme dhe tensione politike të vazhdueshme, gjë që ndikon në funksionimin institucional dhe reforma demokratike. Kështu, me 67 pikë, Maqedonia e Veriut renditet në një grup vendesh që janë më të avancuara se regjimet hibride më të dobta, por larg demokracive të konsoliduara. E në të njëjtin grup, si vende pjesërisht të lira, mbeten edhe vendet të rajonit, si Malizi, Shqipëria, Kosova, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Në përgjithësi, raporti përfundon se 6 vendet të Ballkanit Perëndimor mbeten në një zonë gri demokratike me probleme të përbashkëta si korrupsioni, ndikimi politik me institucionet dhe dobësitë në sundimin e ligjit. Serbia dhe Bullgaria janë ndër vendet ku Freedom House ka parë rënjen më të madhe të lirive gjatë vitit të kaluar. Ato kanë rënjen e 5 më të madhe bashkë me Shtetet e Bashkuara. Në rang botror, raporti thotë se të drejtat politike dhe liri civile janë përkeqësuar në 54 vende, ndërsa vetëm në 35 prej tyre kanë parë përmirësime.